إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë, atij kërkojmë ndihmë nga e keqja e vetvetes sonë dhe punëve tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb, e atë që Allahu e lën në humbje, nuk ka kush ta udhëzojë tjetër veç tij. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë e merit përveç Allahut, I cili është I vetëm dhe I pashok. Dhe dëshmojmë se Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, është rob dhe I dërguari I Allahut. E më te, të dashur besimtar, në këtë ditë jemi në ditët e fundit të muajit Dhulqaade, I cili është muaji që I paraprin muajt e Haxhit, muajt e Dhulhijja. Dhe pak ditë I ndajnë muslimanët që të jenë në vendin më të bekuar, më të begat, më të shenjtë, më të rëndësishëm. Të jenë në shtëpinë e Allahut Azza wa Jall, në Qabën e bekat, siç thot Zoti ynë në librin e tij, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Shtëpia e parë që është vendosur për njerëzit, pra shtëpia e parë për adhurimin e Zotit një, sepse shtëpitë e Allahut xhamit e në krye të tyre xhamia e Qabës janë për të adhuruar Allahun një vetëm. Pra dhe kjo shtëpi e parë që është ndërtuar në sipërfaqe të tokës për këtë qëllim, është ajo e cila gjendet në Bekë. Pra kështu thot Allahu, kështu e cilëson Mekën Allahu Azza wa Jall në këtë ajet. Aty ajo është udhëzim për gjithë botën. Në të ka fakte të qarta, është Mekami I Ibrahimit. Kush hyn në atë xhami, në atë shtëpi, ai është I sigurt. E për Allahun, të gjithë njerëzit duhet ta bëjnë haxhin, pra duhet ta vizitojnë këtë shtëpi. Për atë që ka mundësi të shkojë deri atje. E ai I cili mohon, le ta di se Allahu Azza wa Jall është I panevojshëm për çdo kënd. Të dashur besimtar, pra dëgjuat disa fjalë këtë ajet Kurani lidhje me haxhin, lidhje me muajin e haxhit, lidhje me Qabën, lidhje me shtëpinë e Allahut Azza wa Jall, po ndoshta shumë prej nesh nuk e kanë dhe aq të qartë se për çfarë bëhet fjalë. Megjithëse sot falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, rrugët e informimit janë të shumta.
Unë doja të ndalem, lidhur me këtë, doja të ndalesha pak në një historik të shkurtër të çështjes së haxhit apo të kësaj shtëpie. Pastaj, së dyti, diçka në lidhje me rëndësinë dhe vlerën që ka kryerja e haxhit. Piknisja kryesore e Qabes, e shtëpisë Allahut, e haxhit, e shumë çështjeve të tjera, është profeti Allahut Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Khalilur Rahman, ai që është miku më i ngushtë i të gjithë mëshirshmit i Zotit ton Allahut. Babai i profetëve, siç quhet ndryshe. Ibrahimi alayhi salam, i cili vetëm u përball me kundërshtarët e Zotit, me mohuesit. Pe Allahu Azza wa Jall e zgjodhi. Ai vuajti shumë, u largua nga vendi i tij, pra që ishte në rrethinat e Irakut, pastaj u vendos në rrethinat e Shamit, ose pranë Kudsit, xhamisë së shenjtë të Kudsit, që lutim Allahun Azza wa Jall ta çlirojë nga dora e fëlliqur. Ibrahimi alayhis salam në misionin e tij që e kishte ngarkuar Allahu Azza wa Jall, qëndroi në këtë zonë edhe ai që i martuar me bashorten e tij Sara, por për një kohë të gjatë nuk pati fëmijë në këtë lidhje. Ajo ishte një grua e devotshme, nga familja e zgjedhur, por caktimi i Allahut Azza wa Jall nuk kishte fëmijë. Kështu që në udhëtimin që ata patën bashkë në Egjipt, pasi u kthyen dhe mbreti i atij vendi i dhuroi Saras një robëresh, ajo vetë ja sugjeroi bashortit e saj Ibrahimit alayhis salam që të martohej me Haxher. Edhe në këtë martesë lind një djalë i vogël, Ismaili alayhis salam. Por Allahu Azza wa Jall, i cili është i gjithdijshmi, ai kishte planet e tij për këtë familje, për këtë fëmijë të vogël dhe për gjithë atë kohë që do të kalonte deri sot në ditët tona apo deri në ditën e gjykimit. Ibrahimi alayhis salam, sipas edhe pse nuk ka të dhëna të qarta të sakta për pikta kronologjike, pra mendohet që të ketë jetuar 19 shekuj afërsisht para erës sonë, pra gati 2000 vite ose 4000 vite nga sot. Allahu e di më mirë. Por ajo që dihet qartë është se djali i tij Ismaili, prej tij rrjedh edhe profeti jon Muhamedi alayhi salatu wassalam. Allahu Azza wa Jall pasi lind Haxher, fëmin Ismailin alayhis salam, e urdhëron atë që ta largojë nga vendi ku ishte, të shkojnë larg, diku larg në shkretëtirat e arabisë. Edhe në këtë udhëtim të kësaj familje të bekuar, Ibrahimit, Haxher dhe Ismailit, pra ato kaluan rrugë të gjatë nga Shami në Mekën e sotme, pra janë diku më shumë se 1500 ose ndoshta 2000 kilometra. Edhe Ibrahimi alayhis salam i vendos ata në një lugin të shkret, pa pemë, ku rreth e rrotull kishte shkëmbinj prej guri, vap, siç është edhe sot në ato vende. Vëllezër, këtu po i bim domethënë kësaj ngjarje shkurtimisht për shkak sepse nuk është momenti që të ndalemi në çdo detaj të historisë së Ibrahimit alayhis salam apo të Ismailit, por desha të bëj një përmbledhje historike të shkurtër lidhje me atë që na lidh ne me Haxh, me Mekën apo me Qabën. Ibrahimi alayhis salam ishte urdhëruar nga Zoti i tij, kështu që i la bashortën e tij Haxher, fëmijën, djalin, foshnjën e vogël Ibrahimin, Ismailin e la aty në atë lugin të shkret me pak ushqim dhe me pak ujë dhe u largua. Ndërkohë që largohej, bashortja e tij Haxher i tha:
apo na len vetëm tu o Ibrahim? Ai nuk përgjigje, se s'kishte përgjigje, sepse është një pozicion i vështirë që një baba, domethënë, përgjigje në këto momente, që po len edhe një foshnjë të vogël. Pastaj gruaja besimtare e zgjuar e pyet dhe i thot: "A Zoti yt ka dhënë urdhër që të na lesh këtu?" Atëherë përgjigjet Ibrahimi alayhis salam: "Po." Pra e kishte urdhëruar Allahu, nuk kishte ai zgjedhje tjetër, vetëm se t'i bindej urdhrit të Zotit ti. Atëherë e thot ajo e bindur dhe e sigurt tek Zoti i vet, dhe kështu duhet të jetë çdo besimtar. Atëherë thot Zoti ynë, ne nuk do të na humbas. Pra nuk do të humbasim, sepse Allahu ka dhënë urdhër dhe nëse i bindim me atij nuk do të humbasim. Largohet Ibrahimi alayhis salam dhe kur ai ndërkohë ishte pas disa kodrave të vendit ku kishte lënë bashorten e tij Hajar dhe foshnjën e tij Ismailin, i lutet Zotit të tij Allahut, duke i thënë: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar' inda baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun. O Zoti im, unë i lash familjen time në një lugin pa bimësi, që ata të falin namazin. Ndoshta bëj o Zoti im që zemra prej njerëzve të afrohen tek ata njerëz, pra që të kenë përkrahje, kështu që ata të falin namazin edhe të falënderojnë ty. Pasi që Ibrahimi alayhis salam largohet, aty mbetet Hajar me Ismailin, mbarojnë ato pak ushqime, mbaron ai uji i pakët që kishin, edhe vazhdon pastaj shqetësimi i madh i nënës për fëmijën e saj, i cili ja nis të qaj, normalisht. Kështu që fillon ato lëvizjet e saj nga kodra Safa në kodrën Marwa, duke nxituar se mos po gjen ujë, se mos po shen ndonjë karvan që po kalon aty pranë, që t'i merrin pak ujë, pak ushqim, e ndoshta do të shpëtonin me këtë. Edhe bën këtë ritual ajo 7 herë, pra. Nga një kodër zbristen lugin tek foshnja, që e kishte lënë pranë Qabes, ku është sot Qabja, edhe shkonte tek kodra tjetër Marwa, këtë e bëri 7 herë. Po ajo është gati 500 metra, domethënë, nga një kodër si distancë. Kështu që normal e pa shpresë se të gjente dikënd apo të shihte dikënd, edhe e lodhur njëkohësisht thehet tek fëmia i saj. Por Allahu Azza wa Jalla i plotfuqishëm, i cili kishte planifikuar gjërat më së miri, dërgon melekun e tij Xhibril alayhis salam, i cili e godet tokën, edhe aty buron ujë i begat, ujë i bekuar i Zemzemit. Pra, sa po shkon nëna tek fëmia gjen të këmbët e tij ujë, dhe atëherë fillon e mbledh atë rërën, ta bëj si një domethënë me qëllim që mos t'i iki ujë në përshkretir, dhe i thot Zemzem, i thot domethënë mblidhu ujë, mblidhu, mos u largo. Por elhamdulillah që një ujë i begat që sot e kësaj dite muslimanët që shkojnë në Qabe pinë prej tij akoma, edhe pse kanë kaluar mijëra vite. Pasi që u zbulu uji që dihet në ato vende, po kudo uji është jeta. Allahu thot: "Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy." Ne prej ujit kemi bërë çdo gjë të gjallë. Kështu që afrohen disa fise që endeshin, pra fise endecak, nomad të shkretirës, siç janë fiset Gjurthum, afrohen pranë kësaj familje, sepse e hetojnë që aty ka ujë dhe kërkojnë leje që të qëndrojnë bashkë me të. Kështu që i jep leje nëna e Ismailit, këtij fisit qëndrojnë, dhe kështu që vazhdoi jeta aty të gjallëroj, pas saj ngjarje, pas daljes së ujit të Zemzemit. Ibrahimi alayhis salam vinte dhe i vizitonte her pas here familjen e tij. Edhe në të njëjtën kohë rritej djali i tij Ismaili alayhis salam. Kur Ismaili u rrit edhe kishte mundësi që të punonte krah babait të tij, atëherë Allahu Azza wa Jall e urdhëroi
Allahu Azza wa Jalla e urdhëroi Ibrahimin alayhis salam që të ndërtoj Ka'ben, të ndërtoj shtëpinë e Allahut Azza wa Jalla. Edhe ai bashkë me djalin e tij Ismailin e ndërtuan Ka'ben. Pasi që e përfundoi ndërtimin e saj, Allahu Azza wa Jall i dha urdhër që të thresë për haxh. Pra të thesë se çfarë do thot haxh. Haxh do thot që të vish për vizitë, pra të drejtohesh, të udhëtosh për të vizituar të shtëpinë e Allahut Azza wa Jall, Ka'ben, që të kryesh në të adhurimin e Zotit, apo ritualet, apo rregull që ka përcaktuar Allahu Azza wa Jall. Kështu që transmetohet siç ka ardhur nga komentatorët më të mëdhenj të Kur'anit, siç është Ibn Jarir apo Ibn Kathir e të tjerë, Allahu i mëshiroft, për Ibn Abbasit radiyallahu anhuma qal an Allah lamma amara khalilahu Ibrahim alayhi salatu wassalam an yu'adhdhina fi an-nas bil hajj qala rabb kayfa uballighu an-nas wa sawti la yunfidhuhum qala nadi wa alayna al-balagh. Allahu Azza wa Jall e urdhëroi Khalilin e tij, mikun e tij të ngushtë Ibrahimin alayhis salam, që t'i thriste njerëzit të vinin për haxh. Ai tha: o Zoti im, si t'u apërçoj unë atyre, ndërkohë që zëri im nuk arrin të gjithë ata, pra ishte shumë larg. Tha: ti thërrit, sepse ne do ta apërçojmë zërin tënd. فقام على مقامه وقيل على الحجر وقيل على الصفا وقيل على أبي قبيس وقال أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض. Atëherë u ngjit Ibrahimi alayhis salam në malin e Abi Qubejs apo në Hijrin, pra në vendin e Ka'bes, apo në kodrën Safa, në njërën për këtyre vendeve, dhe thiri: o njerëz, Zoti juaj ka vendosur një shtëpi, kështu që bëni haxh, pra vizitojeni atë shtëpi. Edhe thuhet se malet u nënshtruan derisa zëri i tij arriti në gjithë horizontet e tokës. Edhe zërin e tij e dëgjuan gjithçka ishte domethënë në barqet e njerëzve apo në ato që do të vinin më pas. Pra që ky zë ka depërtuar deri sot apo deri në ditën e Kiametit të gjithë pasardhësit e Ademit nga ajo kohë kur thriti Ibrahimi alayhis salam derisa të jetë bota. Kështu që ju përgjigjen kësaj thirrje çdo gjë që e dëgjoj atë, qoftë gur, qoftë ndërtesë, qoftë pemë, dhe çdo person që Allahu ja ki shkruar që ai do ta bënte haxhin deri në ditën e gjykimit, pra edhe janë përgjigjur duke thënë lebejk Allahumma lebejk. Pra që nga kjo thirrja e Ibrahimit alayhis salam, para kaq shumë mijëra vitesh, ky adhurim i madh, kjo shtyllë e madhe e Islamit, haxhi, është kryer vazhdimisht në histori. Pra Ibrahimi alayhis salam, Ismaili alayhis salam, gjithë njerëzit që e kanë dëgjuar profetët e Allahut Azza wa Jall, kanë qenë ata që e kanë vizituar këtë vend dhe kanë kryer haxhin alayhis salam. Ka hadithe të sakta lidhje me këtë, si sot profeti Muhammed alayhis salam, ndërkohë që ai po shkonte për në haxh nga Medina në Mekë, edhe po kalonte në një luginë dhe pyeti se cila është kjo luginë, i thanë që kjo është lugina Azraq, e i tha, unë tha, sikur po shoh këtu Musa alayhis salam. Pra Allahu ja paraqet profetin e Allahut Musa, i cili po kalonte në atë lugin, pra ishte nisur për në Mekë për të kryer haxhin. Profeti Allahut Musa edhe kishte vendosur gishtat e tij në vesh, duke bërë telbie me zë të lartë, pra duke thënë të përgjigjem o Zoti im, të përgjigjem. Pra siç është e njohur kjo lutje apo fjalë që thuhet gjatë kohës që njerëzit janë nisur dhe po shkojnë për në Ka'be. Tregon se sipas e profeti Allahut Yunus, madje thot 70 profet e kanë kryer haxhin, thot profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm, por edhe njerëzit, pra edhe arabët para se të vinte profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam,
e kryenin haxhin, pra edhe e ruanin fenë e Ismailit a.s. deri në një moment kur e përzin besimin e tyre me kotësi dhe me ignorancën e paganizmit, dhe kjo që një periudhë e errët dhe e keqe. Prandaj dhe Allahu e dërgoi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Mekë me vonë që ta pastronte Mekën, Qaben edhe këto vende nga idhujtaria. Por megjithatë, edhe pse ishin idhujtar, ata e madhëronin Qaben dhe e kryenin haxhin, por që normal që idhujtarëve nuk i pranohen veprat se ato i njallosin me idhujtari dhe me shirk. Kjo ishte shkurtimisht historiku i haxhit, pra se si ka nis në Mekën e nderuar, që sot ndodhet në Arabinë Saudite dhe është vendi besoj më i mirë njohur, paktën për muslimanët, dhe e shohin. Historia është më e gjatë, ka detaje më shumë, po secili prej nesh ka mundësinë sot të gjejë një libër, të lexoj diku që ti shoh. Tani do të dal tek ajo që është pjesa më e rëndësishme e hutbes, tek të qenurit e kësaj shtylle të madhe, e këtij obligimi të madh detyrë për muslimanët. Allahu thot: "Walillahi 'ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Për Allahu njerëzit e kanë detyrë që ta vizitojnë shtëpinë e tij, pra ta bëjnë haxhin për atë që ka mundësi. Pra kuptohet nga ky ajet kuranor, Allahu na urdhëron që ta bëjmë këtë vizitë, ta bëjmë këtë udhëtim të rëndësishëm. Gjithashtu thot profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Eyyuhan nas, inna Allaha kataba alaykumul hajj fahujju." O njerëz, Allahu e ka bërë detyrë për ju haxhin, kështu që kryeni haxhin. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Men arada al-hajj falyu'ajjil, fa innahu qad yamrad al-marid wa tadillu ad-dalla wa ta'ridu al-hajja." Thot profeti Muhammed në këtë thënie të tij: kush dëshiron prej jush që të bëj haxhin, le të shpejtojë. Pra kush dëshiron, do thotë që kush e ka qëllim. Shumë nga besimtarët, nga muslimanët e kanë qëllim të bëjnë haxhin, ose e kanë ëndër, ose e kanë dëshirë të bëjnë haxhin. Por nuk mjafton vetëm kaq, vëllezër besimtar. Tu qëllimi nuk është me dëshirë, por kjo duhet të jetë synimi i madh i ne besimtarëve që ta kryejmë haxhin. Sepse kryerja e haxhit, kjo vizitë, është udhëtimi më i madh për njeriu. Shumë nga ne kanë dëshirë të dalin diku, të vizitojnë ndonjë shtet, ndonjë vend, të dalin për turizëm, madje jo vetëm kanë dëshirë, por shumë nga ne e kanë kryer këtë, edhe kanë harxhuar madje goxha, harxojnë domethënë për udhëtime të tilla, që nuk e kanë rëndësinë. Fund fare mund të jenë udhëtime të lejueshme, janë udhëtime që pranohen, nuk është se i ndalon feja, por nuk e kanë përparësinë absolutisht me këtë udhëtim. Kështu që besimtari udhëtimin më të madh, më të rëndësishëm, më kryesor, këtë duhet i vë synim vetës, udhëtimin për në Mekë, udhëtimin për në shtëpinë e Allahut azza wa jall, për të kryer këtë urdhër të madh Allahut azza wa jall, për të kryer të shtyllë të madhe të Islamit, edhe duhet të nxitojë. Jo të thotë po kam punë këtë vit, se kam biznesin edhe e humb, nuk mecën mirë. Jo të thotë që këto parat i kanë mbledh, po le t'i kem aty se më ndodh, nuk i dihet çfarë ndodh. Apo të thotë që jo, është shumë e madhe, janë harxhimet më dha. Momentin që vllai i dashur besimtar, ti e ke shumën e parave që të duhen për këtë udhëtim, edhe familjen tënde i len diçka që ta kaloj gjatë këtyre ditëve që ti jenë mungesë, dhe ke mundësi fizike, pra je i aftë fizikisht, shkosh, duhet shkosh, edhe nuk duhet presësh, duhet nxitosh, sepse profeti Muhammed na thot, ndoshta do të dalin ndonjë pengesë, të del një pengesë që nuk mundesh, ndërkohë që më parë ishe i mundshëm, ama neglizhove, ose ndoshta sëmuresh, edhe kur sëmuresh pasaj nuk do kesh mundësi. Haxhi, vëllezër besimtar, është detyrim i madh. Haxhi ka vlerë madhore. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, një nga shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, para se të pranonte islamin e tij, para se të bëhej musliman, si shumë prej Mekasve, e kundërshtuan në mënyrë të egër
profetin Muhammed fillimisht. Madje shkuan deri aty sa e luftuan me gjitha mënyrat, me gjitha forcat. Madje dëshironin dhe që ta vrisnin për shkak të ignorancës së tyre, për shkak që ishin të lidhur aq keq me idhujt e tyre prej guri, prej druri. Për shkak të atyre fanatizmit të tyre të errët. Pra e kundërshtonin profetin Allah. Mirë po thot ky person radhiyallahu anhu, kur Allahu vendosi në zemrën time Islamin, thot shkova tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, megjithse kisha shumë turp për të kaluarën time. Edhe kur zjata dorën që t'i jap besën në Islam, dhe ai e zjati, unë e tërhoqa. I tha profeti Muhammed, o Amr, shpate. Po pse po heziton? Tha, o i dërguari i Allahut, desha të ve kusht. Pa pranoj Islamin me kusht. I tha, çfarë ke? Dua tha që të më falen gjitha ato të kaluarat e mia që kam bërë. Atëherë profeti Muhammed tha, o Amr, tha, a nuk e din ti se Islami, kur e pranon pra Islamin, rënohen gjitha ato që ke pas më parë, pra asgjësohen. A nuk e di ti o Amr, tha, se haxhi, kryerja e haxhit e rënon gjithçka që ka qenë përpara. Pra imagjinoni sa vlerë të madhe ka haxhi o besimtar. Pra që rënon gjunahet që robi ka bërë më parë. Madje thot profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e kryen haxhin, edhe në të nuk bën gjunahe, edhe nuk sillet me ignorancë, kthehet prej haxhit si ditën që e ka lindë nëna e tij. Pra i pastër nga gjunahet. Do mjaftonte kjo si vlerë o vëllezër që një personi që Allahu i ka dhënë mundësi ekonomike dhe fizike të shkonte për çdo vit në haxh. Pse jo? Të shkonte për çdo vit. Ku ka më mirësi e madhe? Ku ka më garanci më e madhe se kjo? Po të paktën domosdoshmë personi një herë të vetëm në jetën e tij duhet shkojë patjetër në këtë vend. Madje thot profeti jon sallallahu alaihi wasallam, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wa aftullah da'ahum fa ajabuhu wa sa'aluhu fa a'tahu. Luftëtari në rrugt të Allahut, haxhiu dhe umrëxhiu, ai që viziton Ka'ben. Këta janë delegacioni i Allahut. Ai ka përzgjedh Allahu azza wa jalla. Edhe s'ka dyshim që ai që shkon në haxh, që i mundsohet haxhi o vëllezër, le ta di që Allahu e ka përzgjedh. Dhe s'ka mirësi më të madhe që të ketë përzgjedh Allahu azza wa jalla. Imagjino ka thirrë Ibrahimi alayhis salam para kaq mijë vitesh. Dhe Allahu azza wa jalla ka caktuar mesin e shumë njerëzve që ky apo ai apo tjetri apo ti apo unë të jemi prej atyre njerëzve që e kanë dëgjuar këtë thirrje, që janë përgjigjur dhe që Allahu i ka shënuar dhe Allahu i ka shënuar si delegacion të tij që të jenë në atë vend. Allahu i ka thirrë dhe ato janë përgjigj dhe ato i lypin Allahut, pra i lutën Allahut dhe ja jep. Kto janë disa thënie të profetit Muhammed, disa fjalë që na tregojnë ne vlerën që ka ky adhurim i madh. Edhe sot nuk është momenti që t'i themi gjitha ato, por besoj që janë mjaftueshëm për secilin prej nesh që të na nxjisë dhe të na shtojë dëshirën për ta realizuar këtë obligim kaq të madh. Ndoshta dikush prej nesh këtë vit nuk ka mundësi, se edhe koha nuk premton, ama po ju bëj një thirrje ose një porosi që tani ta vendosni, që tani të përpiqeni, që viti që vjen apo në vazhdim ta kryeni këtë obligim kaq të madh. Besimtar, unë të shumë nga ne di njerëz vallahi që nuk kanë shumë mundësi ekonomike. I kanë ruajtur, i kanë kursyer ato lekët e haxhit, domthonë me, si themi ne, me qindark. Për shkak të dëshirës madhe dhe që e vlerësojnë shumë të adhurim, edhe i kanë përmbush ato lekë dhe pse për ne në Shqipëri janë shumë, i kanë plotësuar të shumë dhe janë regjistruar për haxh. Lutim Allahun azza wa jall që atyre që nisen për haxh t'ia lehtësoj Allahu dhe t'ia pranoj, dhe atyre muslimanëve që nuk e kanë kryer këtë obligim t'ia lehtësoj dhe t'ia mundsoj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falëndërimi i takon Allahut Azza wa Jall. Përfundimi i mirë do të jetë për njerëzit e devotshëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, i cili është i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, dhe se muslimanët besimtarët nuk duhet të tregojnë armiqësi vetëm ndaj atyre të cilët janë zullumqtar. Allahu Azza wa Jall në librin e tij thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu dhe me lajket e tij dërgojnë salavate mbi profetin, prandaj dhe ju që keni besuar dërgoni salavate mbi të. Është shumë e pëlqyeshme në çdo kohë, po sidomos edhe në ditë xuma, që ne të lutemi për profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra me formën e salavatit që na ka mësuar ai. Ne jo vetëm që lutemi për të dërguarin ton profetin Muhammed, i cili është personi që më së shumti është bërë shkak që ne të kemi mirësinë e udhëzimit prej Allahut Azza wa Jall, por që ne jemi përfituesit, sepse me një salavat që dërgojmë ndaj profetit Muhammed, Allahu na shpërblen me 10 të tilla.